Ngjyra kasaba, 99 minare ka. Në të kohën e Turqisë, një ri nga fshati shkon në Stamboll. Ati ai njihet me një vajzë sultanesh me të cilën vendos të martohet. Djali i thotë se në vendin e tij kishte 99 minare. Sultaneshës i dukej e pabesueshme. Ata të dy vendosën të ktheheshin në xhyrë. Kur mbarin në fshat, sultanesha e pyet se ku janë minaret. Djali i tregon gurët e mëdhenj dhe numëron deri në 99. Kështu, thënia ngeli brez pas brezi. Ngjyra kasaba, 99 minare ka. Të vizitosh zyrën të krijon disa përshtypje të çuditshme. Mahnitesh nga bukuria e saj befasuese. I shtrirë në rrjedhën e poshtme të lumit Shkumbin, disa kilometra larg qytetit të Librazit në rrugën nacionale, Gjyra është një vend i favorshëm që ja vlen të vizitohet. Mund të duket e rrallë, por ky stacion dikur ishte plot gjallëri. Por zhvillimi infrastrukturor bëri që njerëzit të zgjidhnin veturën para udhëtimit me tren, duke e braktisur atë dhe duke e lënë atë në një harres totale. Duke ndaluar në fshatin tim, gjë e parë që sheh është lumi Shkumbin që rrjedh plot krenari duke shkëmbuar në shtatin e tij dhe duke bërë atë zhurmën karakteristike kur përplaset lehtë me gurët që ndodhen në të. I qet ai rrjedh në përreptir, vende i thyer dhe në brigjet e tij mbuluar nga bimësia e blertë, e cila pasqyrohet në pegjet e shumta të tij, duke krijuar një përzierje ngjyrash dhe formash, të cilat të hulumtojnë dhe të fusin në një botë krejt tjetër imagjinare që të krijon një ndjesi të mrekullueshme, nga ku nuk e dëshirë të dalësh. Me një hidrografi të pasur, në zonë bashtohet dhe kultivohet trofta. Sezoni i mbashtrimit të troftës fillon nga tetori dhe vazhdon deri në janar. Një peshk si trofta i cili doj rreth një vit për të dalë në shitje, i cili mund të shkojnë nga 250 gram deri në 300 gram. Ky peshk zhvillohet në këtë zonë fal burimeve të ujit që ndodhen në këtë vend, i cili është një ujë i freskët edhe shumë i pasur. Pasi siç e dim, trofta do një ujë të ftohtë, i cili arrin nga 9 gradë deri në 15 gradë. Ky peshk është shumë i frekuentueshëm jo vetëm nga zona, por edhe nga shumë turistë huaj, të cilët vinë këtu për të marrë dhe për të shijuar shijen e këtij peshku, i cili rritet në këtë zonë. Pasi ushqimi këtu është bio, kryesisht ushqimi i këtij është sardelja, i cili gjendet shumë lehtë pasi i qeni përgatitur është shumë afër. Pasi ky peshk mund të gatuhet edhe në shumë mënyra të ndryshme, si mund ta gatuash ashtu në zgar, por mund ta bësh edhe në supra të ndryshme. Fal burimeve të ujit që ndodhen në zonë, fshati ka dhe hidrocentralin e tij, i cili është ndërtuar që në kohën e komunizmit. Rreth i Bidrashtit. Këtu në këtë fshat është ndërtuar një hidrocentral në vitin 1990 me një kapacitet rreth 0,1 mega. Dhe në zonë në këtë hidrocentral janë bërë investime. Por investimet i ka parë privati. Janë bërë goxha investime, është shtuar nga një turbinë që ishte, janë bërë 2 turbina, edhe fuqia është rritur. Duke lënë hidrocentralin pas, vendin e tij e zën shtëpitë e fshatarëve, të cilët të shoqërojnë gjatë gjithë rrugës. Ato janë të thjeshta, 1 ose 2 kace, por ka dhe nga ato që sapo janë filluar. Duke u ngjitur më lart në fshat, relievi fillon të ulet dhe duke u bërë akoma dhe më i sheshtë. Sapo del në këtë çështir, rrugën ta pret gurra e miftarit, një ujë si kristal që buron nga një burim shumë vjeçar, ujë i ftohtë që çdo njeri ndalon duke u freskuar dhe shuar ecje në këtë burim që ka falur vetë natyra. Në rrjedhën e këtij burimi të mrekullueshëm shfaqen disa ujvara të vogla me bukuri befasuese, sidomos në ditën me diell, rrezet të cilës zbërthehen në pikat të ujit duke formuar ylbere të cilat pasqyrohen në pezet të vogla të tij. Duke lënë pas këtë mrekulli të veçantë, shkojmë në qendër të fshatit ku gjendet lokali Bianca. Plot krenari qëndron në qendër të fshatit lokali Bianca me i vështrim të gjerë nga mali Shebeniku dhe vetë mali të Xhyrës, në një mjedis të mrekullueshëm dhe të gjelbëruar me një ambient të pastër dhe plot aromash. Duke lënë pas një lokal të mrekullueshëm, siç e kemi parë pak më lart, i vjen fundi asfaltit, një rrugë ngushtë, një rrugë tek këtu gropa dhe tashmë do të drejtohemi rrugës Egnati, një rrugë mjaft e famshme që do ta shikojmë, që ndryshe quhet Katunt. Duke u ngjitur vërejmë se ngritjet të mëdha të relievit, duke parë shkëmbijt të mëdhej, duken si bisha të egra që qëndrojnë të palëvizura. Por sa do të fortë jenë këta shkëmbinj, kushtet litologjike dhe klimaterike i kanë suptuar duke krijuar në fundin e tyre një masë të madhe me shkëmbijsh të gërryer.
Por shikojmë edhe një dukuri tjetër të mrekullueshme, atë të krasit. Duke qenë shkëmbim gëlqëror, gërryra dhe faktorët natyror kanë krijuar forma të ndryshme shkëmbish. E ndërtuar në përvende të vështira, edhe sot ekzistojnë mure mbrojtëse të rrugës së ndërtuar me një mjeshtëri të madhe që mbajnë në këmbë rrugën Egnatia. Rruga Egnatia mori emrin e realizuesit të kësaj vepre gjigante të antikitetit, i cili ishte një gjykatës romak që jetonte në Selanik të Greqisë. Ai quhej Cnaus Egnatius. Këto mure që gjenden këtu janë po aq të hershme sa vetë Roma e lashtë, të cilat ndodhen këtu që nga ajo periudhë. Tu afër shikojmë urën e Vromit, e cila qëndron këtu e ndërtuar me një stil romak të asaj periudhe. Një rrugë që pasqyron një peisazh të mrekullueshëm nëpër gryka malesh dhe qafa malore. Ajo ende qëndron dhe është një rrugë kryesore duke lidhur disa fshatra dhe duke ruajtur akoma rëndësinë e saj. Rruga Egnatia me një gjatësi për 535 miljesh, me një gjerësi për rreth 10 metrash, shërben edhe sot e kësaj dite si një urë lidhse midis fshatrave. Por nuk mbaron këtu, pasi ka ende bukuri të rralla dhe magjepsëse. Pranë rrugës Egnatia gjendet guri i Bletës, i cili ka një legjendë shumë të bukur. Pikërisht brava kurrizit tim ndodhet guri i Bletës. Sipas një dhënie thuhet që njëri nga fshati vjen në gurin e Bletës për të marrë mjalë. Duke ditur se në gurin e Bletës kishte blek dhe mjalti ishte në sasi të mëdha. Njeriu hyn brenda dhe mbush enet e tij plot me mjalë. Dhe guri i thotë që nuk duhet të marrësh mjalë më shumë se sa të takon. Por djali nuk e vëre. Djali mbush enet dhe në momentin që ai do të dali, guri mbyllet. Dhe pikërisht djali ngelen brenda. Nga rënkimet e tij, gjithë banorët e fshatit që kalonin rrugës gurit të Bletës, vërenin diçka që rënkonte dhe shkojnë ta shpëtojnë. Ata u munduan shumë, madje krijuan edhe 4 pykat e thanës që edhe sot e kësaj dite nëse do të shkojnë me vëmendje janë akoma, janë 4 pyka që u munduan për të çarë gurin në mes për të nxjerr djalin e ri. Por në kot, as i përpjekje që fshati tentoi që të bënte, ishte pa asnjë rezultate. Dhe që atëherë ky gur ka marrë emrin Guri i Bletës. Kjo gryk me emrin Carin është një vendkalim i ngushtë, kryq rruge i Egnatias që përdorej nga kaçakët për grabitje. Gjatë periudhave të ndryshme, janë bërë dhe bëhen mjaft kërkime floriri gjatë rrugës Egnatia. Kjo fushë quhet Kala, vendi ku në kohët e vjetra janë zhvilluar lojra të ndryshme. Emri gjyrë vjen nga turqishtja gjymert, që do të thotë dordhanës. Dhe nga vetë emri, gjyra është një vend mikpritës në çdo stin të vitit. Çdo vit gjyrën e vizitojnë shumë turistë të huaj, ku i tërheq bukuria natyrore dhe eksplorojnë rrugën Egnatia. Numri i turistëve është gjithnjë në rritje nga viti në vit, pasi ajo çka ofron natyra në këtë vend të mrekullueshëm ka tërhequr vëmendjen e shumë turistëve të huaj, kryesisht gjerman, austriak, çek dhe shumë të tjerë. Ju premtoj se do të ngiheni të mahnitur dhe gjithçka që do të shihni, shijoni dhe dëgjoni nuk do t'i harroni lehtë.